Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena Yje. Jemi në podcastin e radhës, prodhimi i Telegrafit që transmetohet në RTV Dugaxhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Avdem, kemi një musafir special. Është një djalë që ka fillu herët me futbollin edhe hapas hapi ka rrit shumë. Mirë se vjen Meriton Kornica. Përshëndetje, mirë se gjej, faleminderit shumë. Para se mja fillu të me folë për Meritonin e me bo pyetje, mos të harrojmë edhe ti falenderojmë mbështetësit e podcastit tonë që janë brendi automjeteve nga Korea, KGM Sangyon Kosova, si edhe Pia Energjike numër 1 në vend Golden Eagle. Meritonin na njohëm si vogël. Shumë më te. Ky me 15 vjet ka debutuar për Avecin, po pa të bu viral në rrjetet sociale me goditjet e dënimit edhe gollat. E jashtëzakonshme. Se rështat nga Raveci. Nga Raveci, po. Kështu e ka pas nufkën edhe Dalmi ma vonë të qaja. Kom e zvullu diçka. U kon një djalë që ka bu këtë përshtypje që shë godit topin, edhe u kon shumë i ri në ekip parë Travezi me lun ligë parë, në ligë 2 atëherë u kon shumë shtirë se u kon ligë edhe sot është ligë shumë e fortë. Fizikisht liga e parë. Meriton apo na ka thënë çuçi ja ke nis me futbollin dhe pasioni jot për lojën. Me thënë drejt, kom nisë qysh herët në moshën 5 vjeçare, edhe pa i pasioni ka vazhdu. Çdo vjet më shumë, kështu që shpresoj që dej sa karriera është e gjatë, shpresoj që të vazhdoj ende më shumë. Por ka fillu qysh herët edhe kom pas pasion shumë, gjithmonë jam kon afër topit. Gjithmonë edhe në shtëpi, edhe në lagje, edhe në shkollë, sidomos. Por ai pasioni s'u ndal kur edhe jam shumë i lutur që e kom zgjedh kët profesion. Edhe asnjëherë nuk jam pishmon që e kom zgjedh. Ndoshta është shumë i vështirë, ndoshta shumë herë kam lënë familjen keq, shumë herë kam lënë shoqëninë, por e kom zgjedh atë profesionin që ndoshta e kom dashur më shumë. E ki pas domethënë diçka në kry që du me arrit në futboll dhe i kilon krejt ati. Me thonë drejt qysh e kom nisë dhe e kom pas atë bindjen që ndoshta një ditë kom e pas një sukses edhe fal Zotit ka vazhdu suksesi edhe inshallah do Zoti me vazhdu ende më shumë. Shpresojmë. CR7 i Ravec. Ja. CR7 Kosovar. Këto duhet me zbulu. E kem Arnoldin që është familjari i Meritonit, që e përshëndesim shumë shokun. Ka qenë shumë ofër me, Ai ka punu në Telegraf, domethënë vite më herët, është një legjendë e Telegrafit, edhe ai me ato lajmet e veta CR7. Këtë Kosova kun kurios kush shoh këtë CR7 të Kosovës. Domethënë prej Arnoldit kam vështet, ja zakonisht shumë, po edhe ato videot goxha gollat mirë edhe ecën viral. I kam disa nga videot që kam fillu, që është moshën 15 vjeçare, kur kam fillu në startin e Ravecit me ekipën e parë, kam qenë shumë i ri, 15 vjet. Atë besimin që ma ka dhënë trajneri, kam qenë edhe shumë i vogël edhe se kam pas atë trupin ndoshta. Kam pas shumë dyshime edhe por si jam nal kur si kam ngu lafet ndoshta, edhe pse kam qenë shumë i vogël. Edhe kam vazhdu atë punë. Për mua ka qenë shumë interesant që fillim me vazhdu edhe. A mendon që çato video domethënë çato lajme që kanë dalë e kanë shpërthy me ndoshta është diçka edhe ka pas prej natë ku ka pas shumë njerëz të interesuar kur i kanë pa ato, prej natë ku ka pas, sidomos ligën e Kosovës ka pas edhe nuk e kam ditë që shkon fillimi. Po, se ke pas idenë, normal. Pas idenë që po shkon fillimi. Edhe ditës kam nisë me mësu, kështu që ka mundësi që ajo kon hapi. Arnoldi ka bu këngëtar të famshëm edhe futbollista, dikush që ka lindi talentum. Çfarë e përmend trajnerin që ta ka dhënë mundësinë me lu si 15 vjeçar, çfarë vendin karrierën tonë ka Fadil Vučićërna, ne jamën shumë i respektuar në Ravec, po edhe në këtë futbollin e Kosovës. U koni sulmues i madh i kalu edhe në Prishtinë dhe kalu në Superligë një kohë gjatë, është në jamën e një orë. Po, trajneri Fadil kom punu edhe kur kom pak më i ri si kadet me to bashk. Edhe ai kur më ka thirrë si fillim për ekipën e parë më merr çudi. Me thënë drejt çdo Ravecion e një Fadilin edhe karrierën e Fadilit e një. Edhe shpeshherë unë si i vogël kom shku me pa dhe nuk më ka ardhur ajo
nuk e kom prit atë ditë që vjen Fadili më thirrë se me ardh me lujt. U po në urdhrat e tij. Po, edhe kur ka ardhur dita, veç jam befasu, thash 15 vjet. Me shku në ekip parë. E di që një rast kur babi, jo, tha nuk ka, jo, është shumë i ri, edhe. Mos ma djegni. Po, ai tha që Fadili, unë e marr përgjegjësinë, unë e marr. Edhe pre aty Fadili ka punu edhe ekstra me mu. Edhe jam falenderues gjatë gjithë jetës Fadilit pasi shumë afër më kanë ejtë, shumë afër më kanë ejtë. Edhe kom mësu shumë prej tij. Kom mësu shumë edhe prej Isa Emin Nazirit. Qa të dashta me dalë përveç Fadili që është një sulmus edhe një sulmus tjetër si Isa Emin Naziri ka lënë gjumë futbollit të Kosovës. Vetë sulmus edhe për tjera prodhojnë rave. Po. Po edhe Kenani është për të. Kenani. Isa më ka ndihmu shumë. Po. Isa ka qenë edhe më ka tregu që shkon hapi. Ka nejtë shumë ofër me, më ka tregu disa cene që ai ka bu edhe nuk bën me i bu një djallë edhe më ka nejtë shumë ofër. Fadili edhe Isa më ka ndihmu shumë. Fadili kom punu ekstra me to shumë. Kom punu, ndoshta e krysha stërvitjen me ekipin, diku 3-4 herë njau kom punu ekstra gjithmonë me Fadilin, edhe ka dollë shumë sukses. Nga Raveci të Shkëndia. Pse vendos me shku në Majnëri kur ke mujnë të vendosh klub të Kosovës me në shkru? Kom vendos kom lyp diçka ndoshta në Kosovë, nuk e kom ditë çush po shkon, po ka ardhur Shkëndia. Shkëndia u qatë Europat. Po, kur kom shku në Shkëndi, edhe kur kom bri në Tetov, më kam prit shumë mirë, u kon trajneri Shpëtim Duro. Po. Edhe më thot mu vazhdo me stërvitje, me kryta stërvitjen. Do më thonë jam konë si më prova në Shkëndi të Tovës. Më thonë, jo, nuk e kom ditë çush po shkon futbolli, nuk e kom ditë. Unë vetëm me i në fush edhe e kom pasat kënaqësi vetëm me i në fush. Kur kom shku ditën e parë, mas stërvitjes po më thirr, duhesh me në shkru kontratë. Edhe unë me thash me ditën e parë. E më tha, një javë është prova, ai ditën e parë nesër më po më thirr kontratë. E në shkujda kontratën, e ku e kom pas kontratën 5 vjeçare. Edhe nuk vazhdova diku një 6 muaj aty. Tani në Huazim shka. Po, tani në Huazim, erdhi një trajner i ri, Shpëtim Duro më ka nejtë shumë ofër, edhe për ato jam shumë falenderues. Te Metalurgu. Metalurg, erdhi një trajner bosnjak, trajneri bosnjak më thot kontingjenti, atëherë në atë kohë janë konë lojtarë, shumë lojtarë të mëdhenj aty, u konë Ferhan Hasani, u konë Ibrahimi, Derimi, u konë. Po. Ka pas shumë lojtarë. Shumë ekipe në madhe. Shumë lojtarë, po çat kohë janë konë edhe në UEFA në. Po, u afroheshin ndem play-off edhe nuk mundeshin. Po. Edhe më thanë me shku në Metallurg. Okej, thash, për mu thash vetëm me lujt, e kisha bindje. Shkova në Metallurg, vazhdova me lujt, u ktheva prap. Në Shkëndi nuk ra me një marrëveshje prap, edhe e shkputa kontratën në mënyrë dëanshme. Peliton. Edhe gjithçka ka qenë. Te Shkëndia e përmende trajnerin Shpëtim Duro, që besoj që duhet se cilë trajner mu kona ofër futbollist vetëri. Po ki pas fatin me njoftu Nderimin e Gjipin. Po. Kanë kalu dhe më thonë 10 vjetë që ti dhe Nderimi bashkë edhe me vllahën e tij Armendin jeni të pandashëm. Do më thonë ekipas bashkëtar tash i ki menaxhera, edhe që të kanë qëndruar afër gjithmonë. Çka do më thonë Nderimi edhe familja në Gjipi për ty? Për mu do më thonë gjithçka se janë për mu është si vlla, e kam si vëllezër ata, pasi më kanë nejtë shumë afër gjatë gjithë karrierës edhe kam besimin shumë të lutë. Më kanë ndihmu në çdo aspekt. Edhe jam falenderues gjithmonë, ndoshta shpresoj që në mënyrën më të mirë më ia kthy. Nderimi kur ka qenë lojtar në Tetov, me thënë drejtë unë isha i ri edhe i njefsha si lojtar, lyshin ekipet të mëdha. Vike more me shku mi fol ose diçka. Edhe dashke me buni dashke me udhtu Shkup Tetov, edhe s'kisha udhtim, dashke ose me bus ose me pyet një edhe shkojsha te Nderimi falë. A mund të marr me ty Nderimi? Po, edhe e kisha rrugën çdo ditë me të edhe kështu isha vetëm drejt. Edhe sa dhe ditë ja përmendje, se vike more prej tij edhe. Edhe për aty ka fillu bashkëpunimi edhe me Armendin, me Gjipin, vllahun e Nderimit, edhe deri tash ndihem shumë mirë edhe jam falenderues gjithmonë aty. Ktheni në Kosovë te Liria.
Unë e moj me në qatë sezon Liria, që ajo është sezona me e mirë i Liris në 70 vjetë e fundit, sigurt me e mirë, besoj që ka po ma mirë Liria në e. Ashtë mas luftës s'ka bo më mirë. Jo, ma u shku në kupe, ka vetë kupe në nervë. Po, për në kampionat, se u po një ekip shumë simpatike, shumë talenta. Po me Delovën bashkë ta debutojnë, Po. edhe jënë për 2 talenta më të mirë në ligë, edhe Liria për i me qatë sezon e përfundon më zgabosh në vend në 4. Kë vjen klubin më të madh në Kosovë, Prishtina, shkon në Hajduk. Po, e lunë kë një sezon shumë të mirë, të jashtëzakonshëm, edhe vendos me onë Prishtinë, edhe pse në Liri mos gabosh e ke pas 2 vjet kontratë. Po, kur kom marrë në Liri, ka qenë Ramiz Krasniqi trener. Po, Ramiz. Edhe ai ka njoftë të trener të kombëtare unë 19. Po. Edhe në atë kohë kur unë jam shkput prej Shkëndis, Ramizi ka thirrë, tha që unë jam këtu, unë të njoh, edhe Ramizin duhet me falendëru shumë. Ndoshta se kom gjetë atë kohë me falendëru Ramizin, por trajneri Ramiz, sidomos u kon shumë i lidhët edhe me prindin tem. Edhe gjithmonë jam falendërues atij kur më ka kthy këtu, edhe nuk jam pishmon ndoshta pse jam këtu se ndoshta është hajër për mua. Ka dalë mirë. Edhe Ramizi u kon trajner aty 6 muaj diku. Pas 6 muajve vjen një trener tjetër Prizrenit. Po. Pas kryet sezona vjen Bledi shkon. Po. Kur vjen Bledi, shumë lojtarë në servitje. Diku 50 lojtarë. Vjen Bledi, kur fiksohet njëri te një lojtar edhe më thirr mua. Edhe më thot ti kom pa lojt, ke pëlqyer shumë edhe unë kom me të mbështet derisa muj. Iris Selimi, trener kondicional. Po. Edhe ai më thirr kështu, duhet me punu diçka më ekstra, okej. Vazhdon Bledi, mas 2 javë, 3 javë më thirr në zyre prap, tha, duhesh më bë kapitan. Shune kapitan? Shja smoj. Pa gjami jam. Shune smoj, kisha në 18-19 vjetë. Po. Ja, thash smoj, thash shune kapitan, thash Prizrenit janë lojtar, janë ma vjetër, ja, thash s'ka shans. Tha ti duhesh më bë. Si shanë gjendje më butë, si shanë, e ishte Endri Vrapi lojtar. Po, mbrojtje po. Me vlon 50 Zeka. vjet Endri, këtë 18 vjet. Sefa ishte një lojtar i Shqipërisë. Ja thash, smoj, ja tha ti duhesh me pranu kështu, unë e marr përgjegjësi për gjithçka, unë po të bëj. Edhe ma dhan një farë shtytje shumë të madhe, edhe kur isha në lojë kisha atë farë vullnetin shumë të mirë, edhe kam mbështet shumë. Bledi edhe i kanë shumë ofër lojtarëve, sidomos mua edhe kësaj dite kam shumë raporte të mira me ta. E përmend edhe lavda, ajo Liri u kon qef me part Liri. Po, ka luajtur shumë futboll të mirë. Shumë futboll të bukur ka luajt. Po mas atij sezoni me Lirin, domethënë e përmendëm Shkëlqen, bëni hor, më thoj za ekipet më të mëdha në Kosovë. Vjen te Prishtina. Ai ka futbollit kosovar në atë kohë. Edhe tash. Në atë kohë. Në atë kohë edhe tash, si qanë, Prishtina. Tash apëte, po kalon me historisë po këshyrën, ma dhe Manchester City su kon kërkosh. Kusha e fitoj kupën Prishtina që tash se kjo se gjithësisht si me pas. Normal, Prishtina është klubi i madh në Kosovë. Lepra, se u gjoha. Ja. Mireljosa. Diskutim. Mireljosa, te din qysh rreshëm atëre, e kina pas zyret na telegrafit te Prishtina që do nga të dhe rreshëm shumë shpesh me trenerin. Edhe tha, qëta 2 të liris ta janë shumë lojtar të mirë. Delova dhe... S'ka fola që folë si Po, që s'ka fola i s'ka fola, Shqipërisë. do ta ti marrim. Dhe i pëlqej shumë edhe mos gabofsha, Prishtina fiton 1-0 me një gol për Qelit. Edhe jo se janë nal mas lojës me Litonin edhe po në 88-ën, atë 90-ën e jap gol I ka bot do golla Prishtina se Po, nuk e ke Madridin për titull, këtë sa gjithë 90 plus fitoj. Çudi interesant. Në atë ku ka qenë Skënderbeu, ka qenë top Skënderbeu, edhe në atë ku është normal Bledin. Nuk e kam njohur personalisht, kur erdhi Liri Bledi, më thash Bledi shkon me thash. Legjenda Skënderbeu, ish kapiten. Çfarë gole me faullet, po. Apo thesha, okay, thash vjen mirë. Vike mirë. Kur erdh puna e trajnerit Josa. I krytëm lojën me Prishtinën, fitoi Prishtina nga gol në fund. Edhe vjen trajneri në zhveshtore, edhe unë tu hi në zhveshtore tonë të Liris. Edhe ai më thirr kore, edhe ai thash, po, na trajner. Edhe sa ke kontratën të më. Është trajner kam edhe një vjet kontratën.
Okej, tha vetëm po du me ditë. Tha shihemi. Edhe me tha shihemi edhe. Edhe më thirr afrimin telefon. Thirr afrimi qiqi. Takim me Armendin, me mu, me babin. Mu merr shumë mirë. Prishtina, normal, klubi i madh. Po. Ka shty vet. Po. Edhe rom dakord me lirin, me shkun kontratën. Edhe pse disa edhe i kom fal disa nga burgje, vetëm me shkun me Prishtinën edhe me lujt në Europë. Edhe pra aty në Prishtinë. Për mu ka qenë shumë, edhe më ka prit shumë mirë edhe Josa. Kur ka thirr Josa në atë mënyrë, më ka ardhur dyqysh. S'ka fjalë definitive, është një trajner i madh, po ty edhe ta don me trajnerat Shqipnisë. Domethënë e ki me Blendin, me Josën, me Dajën. Po me cilin trajner se do në gjikë lejtori mirë, ku mos mja dash. Tash pjata të vetë urbanistëve. Si di, unë e kom pas një sen që s'ja marrë kurre, kom pas që vetëm me kryat punën. Po. Se di, ndoshta... Jo, sa thej, kjo është lejtar inteligjent, kur ja jep detyra aty, ke kupton eksaktësisht çfarë po duhen. Edhe qëre tash, na do të folin në realitet, na futbollistat nuk kanë shumë shkollë të futbollit. Kalojnë edhe në ekipën e parë dhe deri vonë nuk e kanë ditë as çysh do të më mbroj qysh me sulmu se nuk mësojnë shumë shkollë. Deri në vitet e fundit, se po. Shkojnë nuk i marrin shumë seriozisht. Deri që tash po, ndikon pastaj e thekë se ai thekë unë me do lejtor të ke po kam problem, se kjo është shoqëri kështu, dhe kjo se na e shohim që si mi po profesionist. kjo dhe kjo është inteligjent dhe kjo dhe pe kupton dhe kjo lojën edhe çka po duhen. I bëjshin do aksione dhe isha atër me Josën 5 tërvitjes edhe në lojë dilke. Tani me Ledajën ma mirë i kanë dalë, po u kon trener që taktikisht ka punu shumë. Çka bën lojën e parë me Prishtinën? I shënon hat-trick Tiranës. Misore. Shmendë Tirana me të marrë. Edhe çfarë golla i vati ja, super golla. Allah të rështat. Merr mu Josa më thot të kom marrë me lujt për Winger djathë se majt. Edhe na të loj i tekët Josës dhaç me lujt. Po. Sa të flen zemra aty. Po çatë edhe provojnë më shpungë, kom lujt ashtu drejt se shpejt. Okej. Edhe jap 3 golla mas lujem thot. Se kom pas cash. Kom pas cash. Edhe preja se loje kom lujt gjysën e sezonës si dhaç. Edhe Josa kur ka pas besim te dikush edhe vetëm ka vazhdu edhe nuk e ka buat presionin e vazhdueshme të një lojtari adin. E ka lënë qit edhe gjithmonë e ka kuptuar një lojtar shumë. Tash unë e di Tirana thot pe morën thot me nerv. Ata e bujnë na sa e kena marrë thot ku pe merrni jo. Edhe ja jap një shifër Prishtina Bajagi kështu dhe ata e kalkulojnë kry. A me morra jo ja 200-300.000 euro i li Prishtina në start. Me një loj, domethënë, me një loj. Me një loj borxhe deri. Ata me fitu me ne, po. Domethënë kon shumë interesant kjo. Edhe tani edhe në Evropë debuton me gol faul shëtan. Po, në Evropë, në Gibraltar. Në Gibraltar me FC Evropa, çka ka pasur në ekipa. Edhe ato Gibraltar. Po, kreditë ato. Evropa e jap një gol për faullet. Po ka qenë goli i parë i ngarat evropiane për Prishtinën. Po Prishtinën, po. Domethënë paske e ka një histori. Një histori të klubit Prishtinës. Që shumë kon 2 vjet në kryeqytet për ty. Shumë mirë, kam prit shumë mirë, edhe gjithçka ka shkuar shumë mirë këtu, edhe pse kam qenë një rin mosh. Po. S'është i rin mosh, kam qenë një ndër matrin në ekip. Po. Edhe kam pas lojtar Dollkon, Curin, Armend Thashin. Po. Një gjenerat shumë e mirë edhe kom punu shumë për me vazhdu se Josa o kon një trener që ka luj maksimumin. Maksimumin, nëse do me lujt, do shke me punu shumë. Momenti ma i vështirë në Prishtinë u kon kur Banesa s'ke shke lift edhe ki pas komen në kepsa. Po, u lëndu pa dhe komen. Jam lëndu lujnë me Kekun. Me Kekun, po. Se dimi kushina kon para fundit. Edhe ajo sezona ka shkuar për mua shumë mirë, çdo lojë. Po, çdo lojë, edhe kimi 10 golla, 10 asiste. Edhe u lëndova lojën edhe e theva komën pak. Edhe u dashkë me shit gips. Ishte Vanessa Palip. Edhe vjen Faton Zonjëllov, cili për mua legjendë e klubit. Për mua legjendë e klubit, njëri që i ka nejt më shumë ti afër lojtarëve ka qenë Fatoni.
edhe Fatoni vjen çdo ditë. Do shkoj me marr disa injeksionet për pas lëndimit. po edhe vjen çdo ditë me mu, më thon shkollet e pu, shkollet e nalt. Ka qenë shumë Ne herë kom përjetuar me to, e kena çuar herë deri nalt, bashkë me Fatonin jam kon. Tha Ukraini loj, ndogo të kon Superkupa e Kosovës me dritën hupin dy një edhe çelet stadionin pa të vogre, edhe ky loj. Drita kalon gjurmë këtu. Edhe erdhëm na me Fatonin tha se vetëm do të më çu meritonin. Dhe në alta s'm kish kallzu. S'm kish kallzu ato gjetën dhe në katë për krah. Për krah dhe të kam mopa. Edhe ky duket i kështu apo din hall shumë po jo më kap të dek atë gjë. Edhe na kena dëshmi me thirr Bernard Berishën, ke i lëndum. E shesham foto komën Gips. E boj shamen me thirr këtu, koti 4. Duhet më çu mopa. Redon 2 vjet në Prishtinë, edhe Ballkan, histori. Qysh një me shkoni Rahovesian të rivali lokal me thonë, ose rajonal. Me këto sene s'ja mor kur. Kur ja kom nis punën e futbollit, e kom ona ashtu. Na fakat që s'keni pas rivalitet në futboll, vetëm basket. S'kom problem, atë okay, ka pas disa llove, po asnjëherë si kom gu ato. Edhe në Ballkan ka qenë vendimi i fundit në Ballkan. Vendimi i fundit pasi kom pas disa nga oferta jashtë. Lëndimi këtu në Prishtinë në fund të sezonës ka ndiku pak se ka pas goxha oferta edhe pastaj vendosa në Ballkan. Mbindi ajo që kam pas afërsia me shtëpi? Afërsia me shtëpisë, kom qenë shumë Ose lart shtëpisë. Po. Këtë Kosova t'ja tjetër. Afërsia me shtëpisë edhe kesh edhe unë dakord me shku afër shtëpisë. Bobi ke, menaxheri ke, edhe e provum, kështu që dul hajër. Edhe viti por s'ka qenë shumë mirë, si Ballkan e dini që ka. E vetëm Prishtina titullin çat vet, kënd vitin e po në Ballkan. Ka qenë Bekimi Sufi, ekipa shumë e mirë, lojtar të mo. Po s'është do më thonë që me trajnera shqipnis. Oni Smeti edhe Bekimi do më thonë nuk ka pas. Jo, ju ka ecë mirë, po në fond nuk mujtën me. Nuk është për trajnerat, nuk është për trajnerat, se edhe trajnerat Kosovës ka shumë trajnerat mirë, ajo s'ka diskutim. Ata përveç janë trajnerë gjithmonë për atë trajner që e kom pas. Përveç që janë trajnerat mirë, i kemi edhe me të mirë edhe që kanë bërë punë shumë të madhe edhe shumica e lojtarëve. Po futbolli është momenti. Momentin e ka me Ilirdajën, po. Me Ilirdajën. Vjen Ilirdojë. Na tregoj që Gripshi edhe Jashanica për Ilirdojën. Të kjo është pak i diktator të pak i zorshëm, po tha, kena pas shumë sukses. Ata e dishin fillim, kena pas shumë sukses. I sholla bre të shuim. Vjen Ilirdojë stërvitjen e parë. Na shen neve. Lojtar. Amo e ka pas një far drejtimi shumë. Vjen sikur më shku në shkollë kishim tani. Ditë e para vjen me letër. Thë që të letra i keni, edhe në analizë du të mi morë krejt. Qatë shumë hinëm na, nuk e di, hinëm presion të aty në letra, mos për hubi, mos për në thot najsa. Pa të ti për i lirin, jo. Indojke zonat. U të është kemi mësu ato zonat, u të është kemi mësu senet që aj i kishke. Në me thonë, bëjshim analizë diku 2 orë. Edhe ka 1 orë 25 minuta të këshyrke, qa thash atë në të ke? Ati ishe i blokum komplet. Ati ishe i blokum komplet, atë në ishe i këshyrke kryte. Qa thash? Edhe të vike zorat, 30 veta, 35 veta janë. Po ka qenë, qatë shumë na ka automatizun luj. Qatë shumë na e ka bu futbolin të letë. Letë, e vërdet. Se kom, adin... O po dhe më fush tani. Aj, Ballkanu koni jashtë akon shumë. E kena pos në zorë fillim, nështë 1 muj e gjysë, 2 muj. E kena pas në fillim me kuptuat situatën ati, qush po lunaj, qush ka qenë. Amo, kur fillum na me lujt, qash shumë e kishim let në luj me orientu, si lojtar. Qash kishim let pozitat e trupit, rotacionet, shikimet me sy, ndoshta edhe nërë me sy mbyllë e dishim ku është ai lojtari. Na ka automatizu komplet, edhe ekipa ka qenë. Shumë e fortë. Keni shkruar histori me Ballkanin. Fitoni titull i ren, futën edhe në grupe ligës konferencës. Boni fitore dhe ato. Duhet edhe me veçu edhe atë durimin që e ka pas Cima. Po.
se ndoshta dikush se thot, ama është durimi i tij, se ka investu ko gjatë. Ka investu ko gjatë për marrë, po. Derisa ka ardhur momentin e Ilirdojës, ndoshta u kanë momenti, unë s'po them që momenti u kanë. Vitin e parë mas edhe puna e tij, Super është League. diskutohet puna e Ilirit, trajneri i Ilir është shumë i fiksum, shumë sane, edhe është detajist deri pikë të fundit. Na e tham diktator, po e kim fjalën veç mbrana kësaj. Se Iliri është detajist, do të thonë ai nuk lën, adin lëvizjen e trupit, pse i kthy kështu, adin pse a kthy kështu, pse ke mujt kështu, adin adin si nai makina automatike ta ka bën lojë adin, edhe kështu. U vret, përmendëm u vret në fusha jo, domethënë se çfarë lojë keni bë. Ai Ballkan gati këtë ekipit i largohet, i shet lejtarët edhe përfiton shumë. Ke lujt me gjithë. Cilë lejtarët ka bë përshtypje më shumë? Ballkan. Unë kam lujt me Thoçin. Po. 5 vjet. Po, me Thoçin është ai hek mi Thoçin për listës. Do të ne. Listë gjithë domethënë. Kam lujt me Thoçin 5 vjet, edhe me Thoçin. Domethënë gjithë zgjedh, çfarë do të hek mi Thoçin. Thoçin veç e disha ku vjen Thoçi. Veç e disha, s'kish ka nevojë hiç për shumica rasteve kom pas shumë ankesa prej trajnerëve. Pse pe pret Thoçi. Po. Them pse pe pret, unë isha ndoshta nat zonë me shënu gol e prisha Thoçin veç ashtu isha me lën gol. Ke mujt vet pse ke hub ku, po çaq shumë e kisha atë falidhe me Thoçin. Kimia si Messi me Jordi Alba. E kisha atë falidhe edhe shumë herë, ma shumë kom nejt, unë e mbrojsi djatë se Etse, unë e bukthena. Ma shumë kom nejt, unë e mbrojsi djatë. Unë ndoshta jam kom vesh letër si vingeri djatë, ma shumë kom nejt mbrojsi djatë. E Thoçin, po. E krejte, s'muj me ndo. Jena bu një familje. Pe përjashtojmë tham Thoçin se e dimi çfarë lidhje ki me të, domethënë përveç fushës edhe jashtë fushës me Armendin. Nuk do aty lojtor se jena bu si familje, po, jena bu si familje. Ma shumë kena nejt bashk. Në herë nuk shohishim as në shtëpi. Po, që e grupi i lidhën, po. E kishim banesat aty të stadioni, po. Ose Ilir doja pak është. Po. Ka qef më konë aty, ka qef me pas në kontrol. Ma shumë në hotel në kalon bashk. Edhe jena afru shumë. Tash edhe në kombëtarin e shumica. Kur të menojsh, një pjesë e madhe e tyne. Ç'kjo po më intereson. Tu i pas çato suksese me Ballkanin. Tash është Albioni, Ermali, Lindoni, Lumbardhi, Meritoni, mos harroan ai kanë. E koqa shumë. 5 po. Okej, edhe Kornica. A keni besu që keni me arrit kombëtaren të kon një qasi ekipe, një qasi grupi që bëshim rekullim fush në futboll të Kosovës, po edhe në kualifikim. Na lyshim edhe në Evropë, edhe ne kishim çdo 3 ditë lojë na vitim. Po. Mos harrojmë se edhe Armendi u grumbullon kombëtare. Na ishim në atë kontinent mirë lojëve. Edhe normal që e kena prit, me thënë. Po. Normal që e kena prit, po. U kon edhe vështirësi për juve kur su ka ardhur të e pasat parasysh ato që adhoshin fushë dhe të mos marrë ftesë. Okej, edhe do të më bëj sinqert, normal që u kanë e pritshme. Po. Çdo lojtar ka pritë dhe çdo lojtar ka pas ëndër më kanë. Unë them drejt kur ka ardhur era por ftesë, era e por kur ka ardhur për mua, ka qenë lot. Edhe kom prit gjithmonë. Pas unë ishte nishave, kom prit shumë vjet për me dol në. Po. Edhe e kena prit pas atyre gjithë lojëve që kena bërë në Evropë si ekip. Edhe e kena bërë diferencën e lojtarëve ndoshta të Kosovës që s'kan dalë në Evropë. Po. Te mbyllet kapitulli i Ballkanit edhe kalon në Turqi te Manisa. A? A dhe pse kalon te Manisa? Ja se di. A? Ja se. Po. Një lidhje, një Derimi, po drejtor. Po. Dashta ju ka tregu Rosi Derimi kur ka Derimi Derimi u zyrtarizu para teje. Po, nashta ju ka tregu Rosin që shkon, edhe se shumica e thonë jo menaxhiri atje. Po na ka tregu. Sa kur ju më shkua aty, pa trajneri. I kom 3 lojtarë në listë. Ai trajneri. Gjelbrim Taipi, Meriton Korenica, një tjetër u bën. Trajneri që ka qenë Manisa, ka qenë para Manisës ka qenë Istanbulspor. Po. Edhe para se më shkuën në Ballkan, ai më kontakton mua me ardha atje, edhe s'u bu puna më shkuën atje. Edhe shkova në Ballkan. Kur erdhi, me thënë drejt, unë çat ku du me përmend diçka që ndoshta shumica se din. Çat ku ka qenë shumë e vështirë për mua.
ka qenë edhe shumë e vështirë me bu një transfer unë. Pasi kom pas një problem familjar shumë të madh. Edhe kur erdhi ftesa Manisës e kom lënë, domethënë. E kom lënë diku anash, e kom thënë nuk po mëj. Jo veç Manis, po ka pas shumë klube. E ki pas ikon në kulmin e tash je në kulm, po çelin çat kohë e kom qenë. Me thon drejt çat kohë nuk e kom mendu as me lëviz, se e kom pas një hall shumë të madh familje, e kom pas prindin smut edhe unë e vëllai nuk kam, edhe s'kam edhe do shke patjetër me nejt offers. Jam kon gjendje me lënë edhe futbollin, me thon drejt. Jam kon gjendje se ka qenë për mua familja është e para. Nuk të vjen asnjë sen tjetër pa familje, unë e kom të parën. Edhe qatë kur erdhë ftesa, që thash e lash anash, edhe thash po vazhdoj, thash po pres, qysh vazhdon gjendja e prindit. Po. Edhe qysh e zotit gjendja e prindit u përmisu pak mas operacionit, edhe ai prindi që isha unë në spital me to dhe kisha telefonata non stop kisha telefonata për njerëzve. Edhe që ka diçka, edhe më thot mu, ti duhesh më thot mu ti duhesh me bu lëvizje, thash papi, ja thash se shumë mirë jam, thash jo. Tha ti e di që ti s'do me bu pse unë jam kështu. Jo bre, thash se nuk është kjo puna e kësaj. Edhe e kuptoj në atë mënyrë. Edhe më thot mu, unë dal prej spitalit, thot. Unë dal prej spitalit ose nuk e vazhdoj këtë terapi, nuk e vazhdoj nëse ti nuk shkon. Po. Edhe s'kisha, isha me dy edhe thash okay, po shkoj. Po nuk isha atë shkova, e bona transferin, edhe e dini rastin që ka tregu nderimi që shu bo transferi për ky trajneri që më ka ly. Kur shkova atje, nuk unë isha, me thorat, me të kisha këtu, se e la shumë keq prindin. Edhe komulltu shumë shpesh për Kosovë, se nga përcil gjenin, se gjenin e prindit e kom ditë vetëm unë në familje. Dhe me thënë nuk e ka ditë asë një person familje të emë. Dhe me thënë, për mu kon një, unë nuk e kom ditë asë që shkom lujt në era asë. Je konë super nga rkum? Po falë zotit edhe cilin jam falenderus gjithmonë, ka qenë shumë e zorshme për mu. Edhe e kom mojë gjithmonë veti. Ka qenë shumë e zorshme se u do shke mja për cilë gjenin, se nuk më isha me shku të motrat ose të mami, mja tregu gjenin e prindit se... E ki majtë në veti ato pa e folë me kërkon? E disha që nuk e mujnë me edru pa i tregu ati, se ishte gjendja që unë e disha në fillim, edhe për mu i por, kur e kom ditë gjendin e ti, ka qenë shumë i zërsh. Nuk e disha, isha në servitje, nuk e disha, nuk e pretësha mesazhet e doktorave, pretësha qa po buhet, po buhet. Isha në gjendje shumë të rëndë, isha në fillim, po tani shkova atje, bona transferin, u kthesha adin. Po, shkojmë 5 muaj që ashtë. Po, erdhan kombëtare. Po, e merë ftesën. Me marrë ftesën, shkova prap kombëtare, u lëndova kombëtare. Po. Lëndova kombëtare, diku 6 javë, mbra me nejt. Me nejt atje. Manisa ka qenë një klub shumë i organizuar. Për mu ka qenë, nuk e kom prit me të drejtë, nuk e kom prit se kushtet e plotësimit aty kanë qenë, aty presidenti thot qa ki nevoj ti, ke nevoj me marrë prind, merri prind, ke nevoj, vetëm ti mundi si lojtar, nuk ke nevoj me pasat borën, me menu ti për familje, ose diçka, ke nevoj merre familjen, merri krejt. E unë qatë ku e mora familjen, edhe u qetësova pak, po prap prindit filloi gjenda me u përkeqësu, u doshke më kthyn Kosovë. Edhe mas lëndimit u ktheva në janar. Po. Manisa u ktheva në janar, luajën e parë për kupë me Trabzonspor. Po. Edhe unë shënoj gol. Pe faullit. Më çoi ai presidenti thotë. Çato të komorën e ty. Për çdo momente. Çato të komorë. E ai nuk i di ke hollin tem që i kisha unë këtu. Po. Unë në fillim kur shkova i tregova pak a shumë çu situata, nëse më dul diçka, kështu, okay, tha ish pa problem. E nuk e ka ditë që gjendja ju ka përkeqësu. Po. Kur në janar filloi më u përkeqësu gjendja bove italian më shumë, do shkemi fillu me terapi të re,
pak më të forta edhe u doshke me pru dikush në Prishtinë, në onkologji, edhe isha në ciklet. Shënova gullin, thësha, pse shënova në erë? Po, se sulshojnë tash. Pse shënova edhe ndodhë për fat një rast lojën tjetër, ka fundi mujit të kënë loja tjetër, fund mujit transferi ka pas edhe 2 ditë. Shkova të nuk shkoj loja, nuk i shkoj këtë ekipa, s'karton një kush, nuk shkoj, si zoti shvedon, nuk shkoj loja, shkoj të presidenti, i thënë presidenti kështu e kom punën, a më lëshon me shku. Tha qush me të lëshu, tha ti shënove gola, ne. Po, thesh, shkova të trajnerin, i tregova rastin, okej, tha trajneri foli unë me presidentin. E u bind situata edhe presidenti thot, okej, tha shko edhe tha dush më kthy. Pse si e mirë, edhe pse që kesh ke nevojë me pushu, du më kona për familje, okej, tha faleminderit shumë. Rikthesh te Ballkani. 6 muaj jaze. Shumë kush ka menduar, po kthehet se nuk nuk dhezi. Nuk dhezi në Turqi. Edhe Nuk e kanë ditë. Na e deshmi domethënë situatën, po rikthimi meritonin pas 6 muajve prej manisës te Ballkani ka qenë veç për arsye familjare. Mi qëndru afër babit edhe pjesës tjetër familjes. Po, ai për mua është një kryesor, edhe s'jam kur pishman që jam kur nuk i bi pishman, pasi qatë ditë që vendosa më këthy e thjera prind në telefoni, thash kështu, thash po kthejem, thash se s'po shkon diçka, nuk është hajër për mua, nuk isha më ja tregu pse po kthejem. Thash kështu edhe trajneri thash nuk po mdona, unë e kisha unë e zgjidha trajnerin, e binda trajnerin po më unë tha, po, okej, tha shumë mirë, tha, paski, tha mu shumë mirë, më tha, unë qetësova komplet, edhe Armendi më kritikoj pak, jo kështu, jo ashtu, edhe Armendi dhe ndërimi, kanë qenë shumë ofër, do me thonë, krejtë sene që o doshke mi kryshin ata me disa prej familjarëve të mi. Po prap, kursi e vetë është shumë e vështirë. Edhe Armendi vike prej Shkupit, ma merke bobën, që e kënë Tiranë kontrolla, dhe me thonë, ka qenë për mu, si vlo, nështë as vlo nuk ish mujt me bu, që ma shumë se aj që ka bu. Edhe shumë prej familjarët mi, jetë e mi, se krejt kanë nejtë shumë ofër, por u ktheva, kur u ktheva ka pas, ju e dini fort mirë, ka pas shumë pse e këthyjet e këtë. Nuk më isha mi tregu njerëzë. Gjithkujt normal. Edhe si amor asë njerë me ta. Si amor ka pas shumë love, jo meritoni ka shku në pushim në Turqi, ka shku vesh për pushime. Personalisht e kemi ditë, të e pas edhe lidhjen që kemi pas me tyje, me Arnoldin, me Ndjerin, e kemi ditë këtë situatën edhe, prapo thamë, arsyeja që u kthyu konë veç shko ku mi qëndru afër familjes. Riton, bjen do me thonë, babi ndron jetë. Babi ndron jetë, sigurisht që deri është momenti ma i vështirë për ty. Po, ka qenë, me thënë drejtë në fillim, që është regua, unë e kom ditë rastin e ti edhe kur vazhdoj kja i procesi, më thënë unë e shisha njeri në sy edhe disha qako edhe konë për mu konë vdekje konë, edhe doshke gjithmonë më kesh para ti. Shumë erë doshke analizat mi abu mira, e ndeshin mira, dhe ndesha me motivu. Me thënë drejt, jam mundu në maksimum, ndoshta prindit. Së një dojmë kora, po jam mundu në maksimum edhe kur ndroj jetë, për mu ka qenë shumë e vështirë. Shumë e vështirë se pra diqysh shumë shpejt edhe me u kthy në futbol prap nuk e bënë qa vetën. Ato ditë nuk e bënë qa vetën se jam mësu me to me full, jam mësu me to. Mas loje me më thirë, jo ke bu kështu, jo ke bu ashtu. Si me të livdu, si me të kritiku. Ka qenë, për mu, se di ka qenë shumë e vështirë. Edhe sot e kësaj dite hi e këshyri mesazhet, ka qenë e vështirë shumë. Që thate sa o konë dhimbje, është edhe forcë, ka dhonë forcë për me vazhdu. E dim që shumë lejtar, kur prekën këtë pjesë e kemi edhe historinë e Adrianët, shumë ju ka shkatru karriera, po ti je shembull që ke shëndru në forcë edhe ky sezon, për vendimin ta më konë maj mirë në karrierën tanë, në aspektin e fushës. Futbollit, do me thonë, me gola, me asistime, me qa ke botin në Rumani,
Kështu hetje kon edhe je shembull i forcës një futbollisti. Qysh ke arrit me përballu këto? Kur u ktheva, kur ndroi jetë Bobi, mora lejet e trajnerit, cili m'la me njerë, më thënë. M'la me njerë, kur e bona transferin në Rumani, edhe me thonë drejt ka qenë një ditë Bobi nuk dëshke me shku në terapi. Po, nuk dojke, të ke tërë të oferta në Rumani. Ai kishke qenë në Rumani me shku shumë më herët, unë. Ndoshta nuk e dini rastin, luajmë në balkoni me Kluzhi, vjen trajneri Petrescu mas loje, më thot mu, dosh me kryes sa më shpejt me neje. Mas loje, para 2 vite, 3 vite. Po. Ka tregun deri këto. Po. Po dosh me kryes me një herë, po dosh me kryes me një herë. Unë e shkur më thërë ke Petrescu, okej, do isha me shku pa tjetër, po nuk kanë punë mu kisha edhe 2 vjet kontratë. Ermalin atë kohë e shfrytëzoi rastin se kisha edhe 6 muaj. E Bobi pret çat ditë ka me diçush. Kishte qef me shku në Kluzh anë. Edhe kur e morr vesh ai, që Kluzhi po më lyp mua se trajneri më ka thirr. Unë isha në Turqi edhe më them në telefon tha duhesh me shku atje. Thash jebre baba s'ka orë kur gjua, nuk i tregoj se çka ardhi. Po. Po ai e morr vesh, ku e morr vesh i ka tregu Armendi. Unë nuk do isha më tregu. Edhe tha dush me shku atje, tha më pik mjet, tha i ke nëse nuk shkon atje. E ma qitë edhe mu një farë. Po. Okej, thash, ajde mu mundu. Edhe une, mas një jove më janë oferë, tha, edhe unë nuk i të regoj ati. Shkoj në Romani, e thirin telefon, thash, bab, thash, e kom kry, thash, në Romani. Edhe ajo kon gëzimi maj malë ti që unë e kom bu një transfer, thash, edhe me dek, të ke më rahat, era më rahat se ma ki blesu një dëshirë të ke që me shku atje. Kishke qef edhe në Turqi, po nuk shkoj ke në Turqi. Ka menu që njëtë si periuda, po nuk të jetë smire këto. Po, që ashtë, kur shkova në Romani, tha. I ka dal mirë që ka me budi shka. Po kur ndroj jetë, kisha vesh 3 ditë pushim, la trajneri, dhe dojke me më pështi në lujen tjetër. Qush me binë vetën, po kur u ktheva atje, qëfar pritje më kanë bu ata. Dhe sa i konë në pushim këto ata do me thonë e kanë bo një fitore dhe ose kanë dalë në fusht me të përkra. Po, ajo ka qenë edhe për familjen tem ka qenë respekt shumë të madh për mu, kanë gjithmonë. Po kur u ktheva atje, dule në aeroport më pritën, edhe qatë ki nevoj, do me thonë rishin me mu, mës kom nevoj dishka, mës më mërzit në sen, ka nejtë shumë ofër, edhe kjo ndashta më ka një më këtyn luj, edhe ktheva lujen tjetër bon asis, lujen tjetër gol. Edhe motivoj, edhe trajnerin folke non stop, ajtë se buhet, do me thonë, më ka nejtë shumë ofër, si që keshtë me më pregadit mu për gjithë shka, edhe më ka ndimu shumë, edhe normal, jam anejtet e Bobi që se araj kora, gjithmonë ka pos qefun e me vazhdu, qa do që ndollë, majke, ti e veshtë me vazhdu. Dhimbja në ki këthy në forca dhe i në rrugën në duar. Gjithmonë, e kom një amanet për Bobit edhe thash, ajo gjithmonë çdo lojë sa të hi unë gjithmonë e menoj që e kom prej ti edhe duhet me vazhdu. S'kom zgjidhje tjetër. Kjo hera ta vonë këtë kena e kem çat rrugë edhe Zoti e din më së miri. Po. E fiton Kupën e Rumanisë edhe luftoni për titull që sezon që u kry. Vjen edhe Lindoni edhe boni një dyshe e mira, veçanisin gjysës të sezonit me lulojt edhe realisht e keni bo një sezon të mirë, unë e lexoj mediat e Rumanisë. I ka kjo të fa lidhje me Roman. Edhe jep intervista shvet atje. Nuk priton. Edhe je shpretoj se më do të mi livdu, me Rumani po. Më do të mi livdu këta lejtarët e tonë që luajnë atje edhe ne për cilën të vesin, veç mirë foli, me mirë pa për Lindonin. Box to box midfield, ja shumë isha ato të gola, krejt. E goli mirë, sigur të vesh shumë box to box. Dhe krejt. Nisri në dorë. Ai me po që livdoj edhe i këshyri shumë, kjo edhe informacion të vitit u konë. Janë interesant mediat rumune. Për me i përcjellëm edhe na ka rënë me rumut me lujt shumë shpesh, me kombëtare. Edhe bashkë po tani një intervistë, unë ja bëna intervistë në atij gazetarit, tha që kanë prit lojtarët e Kosovës, tha i kanë prit shumë mirë. Tha mos e këshir tha të jatë pjesën e tifozëve tha që kanë ndodhur. Po. Lojë me Kosovën ajo pjesa më sport, tha që janë disa tifozë transnacionale. Inshallah, u çdo 200 herë.
Kush janë ata, çka janë ata, Kur po. që s'kena me Juve, valla. Tha edhe që është e mirë lojtarët e Kosovës, përveç si kanë kallëzu kvalitet, ta kanë kallëzu edhe kulturë të lartë sportive, tha që në Rumani po pëlqejnë shumë dha dhe ka me vazhdu trendi i ardhjes. Kosovarët për E kulturë. kam prit shumë mirë, e kam Kosovarët prit për shumë prej kur ka kulturë. shku Ermali, kur ka Po. shku Albioni. Albioni. Edhe kam prit shumë mirë, kur kam shku në fillim, asnjë problem nuk kam pas këtë aspekt. Edhe më kam prit shumë mirë. Që është interesant me lu atje, ka bajagi shikues, domethënë me Shumë krahasu, domethënë i 70.000, 15.000, 20.000 Çdo shikues. lojë, Dhe çdo infrastruktura është shumë e mirë. Shumë stadiumet janë shumë të mira anime, edhe kjo Edhe është shumë. sidomos në Cluj që jemi na futbollin e këshyrin shumë. Janë dy rivalet, Po. Cluj dhe QFR. Kur bëhet derbi i qytetit, Po. si çdo derbi, ata e këshyrin shumë edhe kanë shumë respekt për lojtar. Para, po më intereson që kjo. Para se më lindoni, fillimi i sezonit, në Prishtinë, në Ballkan, edhe në Kloç bashkohesh me Armend Thashin. Ta. A u Po. kon do me thonë ajo diçka jashtëzakonshme për ty. Ty e di, thash që lidhjen e keni edhe jashtë fushës. Tash edhe këtu do më thonë. Po. Tash do më dona me kry karrierën bashkë. Po thoshi para me shkoj. Po, Po nuk e di, ndoshta ambientimi po, edhe sigurisht. është shumë normal për një lojtar. Sigurisht. Është shumë Ka ndodhur normal, ju e më të mëdha si unë përshtat me një klub Shumë saktum. normal për një lojtar, edhe ndoshta e moshat që për ato jam i kënaq që e ka provu diçka në jetë. Po. Ja, Nuk se i ka jetë provu ndoshta, vëllai, po, nuk i jetë ndoshta një pikë që pse s'ka dol diku jashtë, por ambientimi ndoshta i ka pak problem. Edhe pse ndoshta pak mosha, familja, larg familjes. Po. Po sa jemi martu me fëmijë. Qyshe përshkruan këtë sezon të jashtëzakonshëm që ke bërë. Thash, a ke fitu kupën e Rumanisë, kishe në gola, ke bërë asistime. E ka bënë asist në finale. Kështu pe gjysë se na kem fushën këto. Pa mja gjuna aty Selmusit veç për tjera atje kamara. Shikoni ne. Që më jam atje në kamarën e njëne, Selmus në Clujit e një. Vesha. Tacidis. Rezervë Tacidis. Legjendë e Clujit. Ka qenë sezona Ma mirë në jetë? A e vlerëson ti qashtu se eksperti i futbollit rumun e vlerësoj qashtu? Janë një karrierën për fillimit thje. Po edhe një. Me golla, me asiste, me kështu, po, domethënë para është ato po. Por ndoshta më e mirë dhe tash ka qenë shumë e mirë. Por mu ka qenë nuk e kom prit me thonë. që të ftesën e fundit kombëtarës e ka nxjerr kështu me gjak. Me njerëse me gjak, ju ka kallëzu që e meriton. Më thonë se bum, gol asist stare që shumë faqen. Edhe që doja fundit që erdhë është kështu do me thonë që s'ka pas pos shumë, qare kom për dhirë. Kom pas shumë njerëz atje pse, thash Allah nuk e di. Po, Nuk po. e di, është vendimi i trajnerit. Po pse ç'a duhet me bëu thash. Nuk e di më vëllai, thash ata vendosin ç'a di. Po, normal. Po ka qenë sezona, kështu thash, shumë probleme. Me shumë probleme. Shumë probleme. Familja vet. Për 2 vjet, 1 vjet e gjysë e humba gjyshin, Po. gjyshin e humba para 2 muajsh tash, Po. bovin. Edhe me lën nonën vet, shpi ose me lën motrat ose ka qenë shumë e vështirë, po nuk e di, ndoshta puna e Zotit e çon në rrugë një njeri edhe për mua ka qenë shumë rrugë drejt. Edhe ka qenë me shumë sakrifica sezon. Nuk e di çush më ja tregu një njeri çush ka qenë. Po. Ndoshta edhe këto gollat, po edhe këto gollat, ndoshta mos një lojë nëse nuk e luajsha mirë diçka. Kisha. Po. E menojsha atë punë. Po luajsha mirë, okay, thosha do të më vazhdo prap. Edhe ka shku kontinenti i lojëve, 50 lojë në sezoni kom. Po. Se kom prit me thënë drejt. Me thënë drejt se kom prit në Rumani me bot këtë sezon, nuk e kom prit se e posh liga shumë e fortë. Duele shumë fizikisht. Edhe deso ambientuva, me njerë jam ambientu qush javën e parë, edhe trajneri më dha një shtys shumë të madhe. Po, e kini një lidhje të veçantë me trajnerin Dan Petresku. Dirdoja po Dan Petresku. Një lojë, se seriozisht që sa lojë t'ja ku qyrti, ku qyrti në borë, e ka dhënë një gol me kry. Po kryet një që e lojë. Kurse di me kënkan lojë. Po e kështu lojën, e shkur hip, ç'te ka dhënë me kry. Thash edhe me kry thash po jep gol asi vjen. Trajneri mësoj çka ka që s'jep me kry gol. Dirdoja apo Dan Petresku? Një lidhje speciale. Mi dasi mi vra. Edhe këtë ka prit mirë, apo? Po,
Petres më ka prit. Edhe kjo ka dashurin për ty vite më parë. E ka po, kur kanë luajnë grupe. Kështu, kur kam shku në fillim, ka prit shumë mirë. Edhe ka një farë lidhje me të Kosovës, ka një farë lidhje. Interesant, a? Interesant, dhe vjen çuditare, i thon pse, i thon pse na, a di pse, më thotë, ju keni karakter të fortë shumë. Ju nuk dini më nalt. Nuk dini, keni ndaj dhimbje diçka kur nuk tregoni tek. Po. Na kishim dhimbje, kisha unë dhimbje normal, 50 luaj ashtu. Kisha dhimbje tek. Çornir tek çush lumbe. Kës no, adin i këta kanë karakter tek, adin. Çka shumë njerëz e kanë thonë këto. Edhe Zeka më ka thonë. Ka dikush i ka dhimbje ky lum tek. Sankuat kur, ama na ishim tund para sukses. Po, çaj është. Çdo lojtar i Kosovës që dal jashtë e kam një farbinje që gjithmonë kam nëse veç fokusohet drejt, nëse veç fokusohet çat punë, kam e pas sukses se jemi tund para sukses se ka ma shumë punë, ka ma shumë kushte edhe ajo nëse nuk e frymëzon një lojtar ajo domethënë ma mirë këto. Rriton titullin e keni hu prej FCSB ose Steaua Bukureshti AliExpressit. Ja, Steaua. Steaua origjinali janë Ligë 2. Gjithmonë je kom protagonist në lojë me ta. Gol ose asist. Gol ose asist. Po drejtori ka çat don. E ka thonë media që nëse do ta transferojnë një lojtar, Ose meriton Konica. A më nësë më bona herë me shumë një lajmë për mediat atje. O ka janë një mëndë do, sa plikon në mani. Nuk e di se kom kontratë një 2 vjet me Kluzhin. Atë falidhje që e kom me Kluzhin, edhe me atë stofin e Kluzhit, me trajnerat, me krejt stofin, me lojtarët, Nuk e di nëse kish leju ndoshta me bu një transfer këtë kohë, edhe pse Kluzhi gjithmonë shet lojtarë, edhe është një ndër klubet të parat në Rumani që shet shumë lojtarë, edhe shet me shifra shumë të mëdha. Edhe gjithmonë bjen lojtarë edhe shet, më shumë lojtarë vinë prej Italisë, edhe shumë lojtarë të Serie A vinë aty. Edhe gjithmonë i tham Lindonit shurë keni hap në Serie A, kështu që inshallah buhet. Ofer e kide më thonë. Veç kallzo vetëm push. Tash projeksionet janë që Kluzhit me mujt miron me ekipet Kosovës në ashta gara evropiane. Me Prishtinë. Po, me Prishtinën më në mira pezojna. Tash edhe Driloni ardh te jo, një transfer tjetër, jeni bot 3. Inshallah vi më shumë. Po, me sfusha me 3 kështu. Tash mund me të shti 2 dhëç. Këta 2 për mas. Sa po i sigurt që ka menaç këtë? Ko gjosa mos menaç, se oferta ko, po në këshirë ma po bëhen. 2 milion euro pili klubi për ta. 2 milion. Arabi apo Turqi? A kthesh në Turqi më përpara as kanë Arabi? Se di. Në Kluzh një herë. More na u pas ka bo diplomat gati. Se di, nuk e komendu ala derisa ata vendosin. Po. Nuk e komendu. Po e di që ka diçka. Po. Po diçka zyrtare. Zyrtare s'ka. Jo, ka pas interesim çush prej janarit, ka pas interesim. Po trajneri asnjë mënyrë. Nuk don me zgju. Asim, një s'ka dosh se tek ç'a më bu tek. Ç'a më bu tek format mirë, mo e këtë ti tek ç'a më bëna. Tek gjysa lejtorët lëndun, probleme me lëndime. Shumë e thjeshtë është ajo veç mund me lujt Arabin, këta në kontratë të reja dhe këtë Tash si dihet. Kjo pas ka dy mundësi, me vazhdu me rritje edhe se me Ama nëse rren është interesant se ki edhe Lindonin edhe Drilonin. Edhe mund mira me Prishtinën ose po me ardh. Si dihet mos vjen edhe kusht tjetër. Po, ka gjosa. A je bu farmësi ti? Paka shumë po. Vesen akona le do të Kosovës. Kur shkojnë në fillim. Është interesant me kallzu edhe publikut se. Kur shkojnë në fillim mas 2 muaj. Okej. Akoma në letor ti. Po mos kallzo se kanë me të shkru krejta. Merru. Akoma në letor. Po Lindonin, për Lindonin trajneri në fillim thekë kur i kom thonë në Romanis mi mor 3 letor thekë. Për mu Ermolin edhe Albionin ata keshën thekë me mu. Ata keshën qërë theke, 3 veta që kam bu, theke që tash do me bu unë e t'i shkalla më shumë. E mur Lindonin edhe mur Drilonin. Po.
Për Lindonin. Ku shon list? Si dit. Ndelim në gjipi ka dyrçela aty. Jo, se Jo këtë me kanë hi dhes. kështu, me bager me hi. Për Lindonin, e krytëm një stërvitje, edhe më të trajneri. Ka me të pikë që e letorë për Lindonin. Dhe ke shumë letori mi. Thosha, s'me merë. Letori mi. Duhet me bëhet dishka, me bëhet dishka. Edhe kur tani e kishin kry punën me theke. Kur mjet pik dikush mund theke unë duhet me marr patjetër. Po. Trajneri mirë. Pa Karrierë të madhe, karrierë letori të madhe. Chelsea. Po. Domethënë si futbollist edhe sa i vjen pe gjeneratës të famshme të Rumanisë kur Haxhi. Rumania u kon në kulmin e futbollit evropian dele kote tha në botë. I moj menën e këtu edhe makti majerijës. Pushime në Kosovë. Qytetin tënd kanë pushime trave. Çfarë do me thonë Rahoveci për ty? Një vend që ku do të hen e shef anellën Korenica, varësisht prej numrit, prej cilës skuadër. Po s'ka lokal do me thonë Rahovec pa vend i veçantë, jo pse jam lind aty e kështu, po i kam një farë lidhje aty edhe familjen e kam aty. Sigurisht. Edhe kam respekt prej gjithë qytetarëve të Rahovecit. Mundona me sa ko muj mundona me najt me shfrytzu kohën, me najt me gjithë kon muj e shon kafe, dal kafe. Se kam problem, dal me i vogël të madh. Me Qysh një kur ishe fanella tua, thuaj se në lokal, se kur jemi gona për Rahovec, ka jena hi Korenica. Problemi që tash e kom që çdo një kur që bën një fanellë, fare vëllai, s'po muj gjithçka. Po prodhon na në Rumani. Tesha nuk merr kat vjen, veç dresa me. Sigurt. Di çonta dresa. E vot vet. Po, neve që kena bëni dhurat, dy e kanë ja. Po, jam falenderoj gjithmonë Rahovecit edhe kam bënë respekt deri shtash shumë të madh dhe jam mundu ndoshta në atë respektin me e kthy në mënyrën më të mirë. Edhe kjo po më bën shumë mirë, muni sa herë po shkoj. Shumë mirë. Jeni kthy te Kosova pas një kohe, thamë edhe më herët, si u ndjet këto dy ndeshjet e fundit? Shumë mirë eksperiencë e re, trajneri. Çu të foda ne më se këtë livdojmë foda. Normal, trajner gjerman, disiplinë. Punë shumë. Me se s'ke prit me taku, se ki pas shef më herët me taku, sigurisht. Po, ka qenë vendimi i tij. Normal, e kuptueshme. Asnjëherë s'kom dol në media me Po, si të pjesë ki më të mirën ti. Do të thotë që nuk ka dorën e tij. A thatë ju në sen se këtë ju thot lujtë mirë edhe dy golla ke shumë të ri. E ki ka do se lejtar të kallzojnë në intervista. A ti lexoj ty? Jo, me mu vetëm unë e kom kryat punën temë, tash ai vendos. Nëse ka bindjen që mu këty prap, pse jo, unë gjithmonë kam qenë i gatshëm. Për mu kryesore është më kam formë mirë. Edhe vendimi i tij. Te Kosova jemi. Po. Cila ndeshja më e rëndësishme për ty? Debutimi? Te Kosova. Po, te kombëtarja A. Me Zvicrën. Me Zvicrën sigurisht. Ai sistem një milion. Është shkrumësh këto, debutimi me Zvicrën. A sistem 1 milion për vedatin. Plus 90 plus. Edhe kështu si me çush e bën me spektakël. Instinkt i pastër. Me të drejtë shtash. Ma shumë u gëzosha për asistin se për gollin. Kur e shoh na erdhë isha, edhe kur e shoh tash shpesh, aty ne kom një farë emocion, çtash e kom një farë emocion kur e shoh. Krejt e kemi, do të thonë 90 plus. Kur e shoh atë. Shmendet Fadil Vokri. Na sekond duken, sekond. Unë me thon drejtë kom po Ermolin fillim. Po kur dul vedoti ashtu. Ka dul ky shat shpejt. Po ka qenë. Për mua ajo ka qenë shumë. Të rinë domethënë gjithmonë në krye ai moment. Normal. Ndoshta prej asoj mos jam ftu. Shumë keq pastaj. Jam ftu me njerë. Je ftu prapë edhe në Zvicër ki luajtur. Për rubullimin tjetër, po po. Edhe në Zvicër. Kur u lëndova mas në turkun e fundit edhe më nuk jaftë. Deri tash. Edhe trajneri po, sigurisht po. Shumë kuptoj ato. Po ajo ka qenë loja me Zvicër ka qenë. Që se harroj kurresh. Sa harrojmë asna. Zvicra. Super ndeshje. Zvicra 3 lojë s'ka mujt me na mujt. Asnjë se kena mujt po. Çati I kena. Tash në shtator. O Rani me mujt Zvicrën. Rani u kon gjithë. Ja shfuqë, za, më fuq po. Rani u kon gjithë.
shumë lojtar. Kosova ka cilësi, çdo lojtar top liga. Edhe forma e lojtarëve, edhe normale është dikush ndoshta se kupton, ka qef me po dikon, po sa i di unë në reprezentacion thirret që ai që ka formën më të mirë. Sigurisht. Edhe forma e moni lojtar. Inshallah që atë ku jena gjithë në formë. Po. Problemin le të mon futa. Sigurisht. Le të menon kontakt. Po. Po kryesora është që çdo lojtar më kon formë. Po koha është për më. Pse jo? Kemi grup me Zvicrën, Suedinë dhe Sloveninë. Po, sakt. Sa mendoj që mujna mi hub krejt, mendoj edhe që mujna mi fitu krejt. Ku do mujna me marrë Çfarë Unë e po mendoj që mujna mi muj krejt. Inshallah. Krejt gëzomi. Mund është se ke top lojtar. Po. Disiplina është nivel më të nol. Puna mos, unë e posh të dy vëllime që kesh, puna ka qenë shumë e madhe. Puna ka qenë si me bu një fazë, tempo e madhe, punë shumë, kërkesa shumë, normal. Sigurisht. Edhe ka ndru gjithçka. Shpresojmë Për të atëherë. mirë, për të mirë. Sigurisht. Se çdo ditë jemi tu po të u bë më mirë. Po, absolutisht po, sidomos ky vet heqat ndeshjen me Rumaninë që blackout këto 13-0 tjera janë Çfarë konkrete. thëshin ata dosa të Rumani për atë? Edhe ata thëshin nuk di pse kena fitu kaq thellë, nëse s'kon për me fitu 3-0. Ja, aksidentale u gona e humbi këto. Po ama i shohim problemet edhe shkojnë të rregullu rrugës edhe Na ka qelë syt. në play-off e ka dhe kundër Islandës besoj që ka dhënë maksimumin e mundshëm me fitu 2 ndeshje të kundër kombëtarit të respektuar që kalon evropiane dhe botëror. Është okay. Një pyetje për çet grumbullimin e fundit, kanë mungu disa nga senatorët, po ka pas lojtar shumë të ri. Meriton për ty sigurisht ka qenë hera e parë që i kipo disa nga lojtarët. Cilët la përshtypje prej këtyre të rive që mendojnë që ka me pas një karrierë gjatë. Me thonë gjithë e kam dhënë maksimumin atë. Gjithë lojtarë. Po një domethënë që ki po për herë të parë në grumbullim edhe që edhe pat shumë lojtarë të ri. Po, Sinqerisht pat shumë lojtarë të ri. Veç u asnjë. Modest. Modest, ja ma mirë se sa diplomat i madh. E qysh të dok Albion Ramoni 2 loj 5 golla, a u gëzove për ta. Qysh ja. Është super killer. Killer. Albioni mo. Jani në stadion. Thash, me non nesret, thash ka bo 3 golla. Tha, gabim je 5 golla i ka bo. Thash, 3 brej boni, thash 4. Jo tha dhe Armenis 2 ja ka dhonë. Domethënë 2 loj 5 golla. Ka shfrytzuar shumë mirë, ka shfrytzuar atë besimin që ka dhënë. Në atë ku foda e ka shfrytzuar shumë mirë. Edhe u kanë ndoshta momenti ti, me jo klubi, jo ato ndoshta kjo. Shpresoj që kjo Ka minimum. ka minimum. Shumë jena gëzu për ta, super djallë dhe super sulmus është e ka një varurie të gollit të frekshme, pak Kam ko Napoli shqiptarë si ai. Albioni herën e rradhës se Kësme. është në rend marrë këto. E ka një varurie të gollit çuditshme, domethënë që një gollën si ai, që ajo golla që e dha, që ja mur për tjerë topin, ajo kallzon tamam çysh është ai. Po, është çdo herë. Superioritor gjithmonë. Çdo herë është gati për Gati, gabim të po. mbrojtësit edhe që kjo e ka veçuar shumë herë ato. Edhe shumë golla i ka dhënë edhe kur ka luajtur ballkan kështu. Vedatin e ki asistu. Tash i kem 2 zavendësues shumë të fortë Vedatit. Albioni edhe Fisnik Aslani. Edhe Fisniki është. Sulmin e kem, po besoj. A kena Ndun për shumë hegale vjet. për sulm për Po ja, 5 vjet. zakonisht. Dela në kur tjetër Si më. dihet ndoshta del. Dela një po dhe, po. Thashun e futbolli moment. Po, Po. moment. Ama Vedati mo. Po. Dihet çfarë lojtori dhe çfarë karakteri ka ai. Sa herë vjen këtu maksimumin gjithë e ka. Sigurisht. Po. Meriton, me fol me ty për futbollin, për karrierën tonë, duhet me najt ko gjagat, se njohmi karrierën tonë Po, dhe ai. shumë. Vesh me të falenderu jashtëzakonisht shumë që ke gjetë kohë, ta Faleminderit. ke nderu me ardhjen tonë, ishte kënaqësi me bashkë bisedu. Shumë kënaqësi. Faleminderit edhe juve, mas pore du mi falendru edhe për gjithë asaj kuhe që ndoshta njerëzit kanë dyshu të unë, ju e keni marrë shumë seriozisht edhe du mi falendru gjithmonë edhe shpresoj që të ardhmen t'jem prapë. Kënaqësi Shpresojmë, gjithmonë. më ardhë me na tregu që shëjet anë Arabi. Inshallah, nalte ma nalt. Se jo. Faleminderit shumë.
Ku do që je vetëm suksese. Faleminderit. Atëherë Lovt, para se me mbyll edhe emisionin, mos harrojmë edhe mi falënderu edhe mbështetësit e këtij podcasti që janë brendi automjeteve nga Korea, KGM Sangyon Kosova, si edhe Pia Energjike numër 1 në vend, Golden Eagle. Mirupafshim.